Pse e them këtë? Ne sistemin arsimor e kemi rregulluar shumë, kemi ecur shumë përpara. Patjetër që ka punë për të bërë, po kemi ecur shumë përpara kur e krahasojmë se ku kemi qenë. Sot që flasim me gjithë vështirësitë që ka, patjetër që jemi shumë më mirë se më parë. Por nëse do të kishim një sistem arsimor perfekt, çdo fushë tjetër do të prekej në mënyrë direkte apo indirekte. Sepse nëse unë do të thosha të kemi një sistem shëndetësor perfekt, apo të kemi, ku di unë, sistem pensionesh apo sistem kontributesh, nuk do të ishte e njëjta gjë. Pse? Sepse sistemi shëndetësor do të garantonte sigurinë shëndetësore të njerëzve. Por e dim të gjithë që ka një fillim dhe një fund kjo jetë dhe kaq. Por sistemi arsimor do të kontribonte edhe në një sistem shëndetësor, edhe një sistem shëndetësor më të mirë, edhe në një politikë bërje më të mirë, edhe në breza më të përgatitur, edhe në një ekonomi të rregulluar më të mirë. Pra, unë i qëndroj besnik asaj që sistemi arsimor më tepër investime ndoshta në patjetër. Më tepër investime jo vetëm, po të ishte ndërlidhja publike private. Ndërlidhja publike private sigurisht është një pjesë e saj, por ajo që do doja më shumë do të ishte që sidomos universitetet në Shqipëri të ishin në një stad akoma më të lartë. Ashtu siç po punohet për t'i arritur. Ne kemi arritur sot një ndërkombëtarizim si asnjëherë më parë, por duhet të jemi vetëm me hapin e kohës.